2 makina të parkuara u përfshin nga flakët e zjarrit mëngjesin e kësaj të hënë në fshatin Sovjan të Maliqit, ku një prej tyre u shkrumbua tërësisht. Makinat ishin të parkuara në një distancë prej 10 metrash larg njëra tjetrës, ndërsa zjarri era fillimisht e njëri nga mjetet dhe mori përmasa të mëdha. Një prej pronarëve thotë se nuk ka konflikte me askënd dhe sqaron se mjeti i tij u doq si pasojë e përhapjes së zjarrit që ra në mjetin e parë. Ne ishim në gjumë, edhe dikush nga këta komshinët tonë thanë hajde se ka rënë flak. Dhe në kohën që ne arritëm, i shikojmë 2 makina në flak, dhe këtë tjetër këtu. Zjarr fikse, bën një punë të shkëlqyer sepse na rojtën shtëpinë. Ajo makina e dytë i ka akoma tela të shkrira në tavan. Të 2 makinat pak a shumë ishin në një kohë. Ajo kishte çik flak më shumë, a tjetra kjo kishte pak më pak. S'kemi pasur pik dyshimi për asnjërin. Automjeti tip BMW që u përfshi së pari nga flakët është në pronësi të një të riu që punon dhe jeton në Gjermani. Policia dyshon se zjarri është i qëllimshëm, ndërsa bën të ditur se vijon puna për identifikimin e autorëve.